Unë gjithë problemin që kam të me në nënë time. Se ku kisha lek më zhvati, më ropi. Nerv, nuk kam nerva të mere ma atë njëri, e kupton? Burgu është burgu, mamë trëm burgu. Ty po të gjej për herë të parë që thua jo isha shumë mirë në burg. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim, unë do kem një 46 vjeçare, ajo quhet Alketa. Në fakt do denoncoj nënën e saj. Një marrëdhënie jo fort e mirë nën e bi ndër vite. Sot këtë 46 vjeçare ka marrë guximin të hyjë në këtë live për të rrëfyer fëmirin, adoleshencën dhe rinin e saj të dhimbshme, por mbi të gjitha, edhe pse sot është një moshë madhore, është bërë vetë nën, konfliktet me nënën e saj vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Por çfarë ka ndodhur në këtë familje, do të jetë vetë Alketa që do e rrëfej ditën e sotme, kështu që e përshëndes. Alketa, përshëndetje. I kam lexuar me vëmendje të gjitha mesazhet që më ke dërguar dhe më vjen keq për atë histori që të ka ndodhur. Që s'ka ndodhur këtu, se ka ndodhur. Kam qenë e vogël, edhe më paritur gjyshja me xhajin, me thënë të drejtën. Po. Ose në moshë 17 vjeç më mori mami në shtëpi. Donë të mërë. Okej, tha gjyshja merre se vajza jote, më ka thënë nëna babit. Se nëna të kishte lënë te gjyshja? Jo, deri në moshën 6 vjeç, 7 vjeç, dhe ata aty jetonë me gjyshën, edhe me xhajën, babi, mami, dy vllai dhe motra, domethënë se ku kam qenë 9 muajshe, mami ngeli me bark, ngeli shazan, dhe gjyshja për të ndihmuar djalin e vet, dhe nusën e djalit më mbajti mua. Dhe më rriti vetë me të gjitha, deri në moshën 14 vjeç, pastaj më mori, donë të më merrte mami në shtëpi. Okej, tha gjyshja merre se shtëpia jote, tha. Me që do ta marrësh merre. Më mbajti 6 muaj kështu si me të mirë, dhe duhet të kërkuar lek gjyshës. Se nga që gjyshja ime ka qenë shefi kuadri në opera balet dhe ka pasur pensionin e mirë. Dhe xhaja mësues të teknie, profesor anglishte, çajist, babi po ashtu më punë të mirë në arshit të shtetit, halla mësuese në shkollë baletit. Kam pasur më njerëz të ngritur nga babai, të gjithë. Na ajo dinte që gjysha më kishte bulet. Prandaj më mori, i dish vasë lek gjyshet, është. I deshe ta marrë vajzën, e more se është vajza jote. Ama kërkesat e ketit ja plotësoj, nuk kam që të t'jap lek ty për fëmijën tënd. Na që s'lej shumë keq me mua. Një dy më përzinte nga shtëpia, i qafia ke gjyshja, dhe një më vinte keqi të sa gjyshja shkrapja ka halla. Lidha me një person të njohur publik, e vogël 16 vjeç kam qenë, nga që ishte me pozicion të mirë, që e mori e mbajte në shtëpi atë 6 muaj, edhe që shfrytëzoi njerëz se po rregullonte shtëpinë, mbante tullat e llaçin e shtëpisë time ai që i zbriste dhe i ngjiste lart. Dhe pastaj mati 6 muaj më tha mua, merre ta dhe hik tha, ke shtëpia atia. Dhe më kanë nxjerrë në 3 natës në shtëpia. Edhe ma bëri nëna vet, okej, sa po ti e dita që je një njerëz të ngritur, se ata njerëz të ngritur. E kupton? Ç'është kjo gjëta që bën ajo të të nxjerrë në mes të natës për jashtë. Si mendon ti tha që unë dua një nusë djali për djalin tim, tha kështu tha që nxjerrën në mes të natës. Në ajo të vërtetë. Mund të jetë rritur keq në familjen e vet, që nëna ke baba vet. Por neve nuk kemi njerëz të atill. Me rizoro dhe ta dhe sa që më gjithë të mami në shtëpia unë shkaj ka halla atia. Se më vinte keq që ta shqetësoja dhe gjysha. Po mirë, kur nëna të nxirrte nga shtëpia, babai jot si reagonte? Babai ishte i smur në akarivo. Unë kam qenë 16 vjeç e gjysmë, po kjo e detyroi, kanë që të je burrë. Ndo mua që i vret veten, ai ka futur duart në korrent në shqiptimin, vllajt të motrës, se ka pas korrentin në faqet murit. Unë mos po kuta pasaj nga i djali që kisha, edhe u lidha me shakun e lagjës që kemi qenë që të vegjë rritur bashkë. Nuk donte atë, sepse donte të se kishte më shumë lekë tjetri. Pari nuk donte të tjetrin që toja unë. Edhe bëri namin atëre, se unë me ish vjetën më donte dhe do t'lagje. Kjo i shkoj gjyshes ish burrit tim në shtëpi, edhe e kërcënoi ish vjera që atëre më mori natë, me erdhi në lagje dhe më pa, nuk dua të shoh me djalin tim pa, se nëna jote ka qenë shumë më prekur në nënën time. Dhe u prish domethënë mes të dyjave ajo i bajtë shkurësivet diçka. E dhe Alketa, nuk në gjithë të punë. Përpara se të më vazhdosh rrëfimin, dua të pyes, se më duket si përrall kjo marrëdhënia nën bi në ekstrem. Përrall në shtriga. Jo përrall e bukur. Një nën që të dëboj vajzën.
më mbyll të derë, më vinë të zorë, në njerë kisha shkoja, dhe të janë në shkallë, dhe qosha 105 e gjysmë që më zbërsin komshit më shikonin aty, bërse dhe shake muri kështu me shoktit. Dhe dilja për jashtë, përse dilte babi i shkreti nga shtëpia, edhe më thoshe e kafja, dhe i ka përsa i shkreti për në punë. Por nëna juaj, vetëm me ju sillesh kështu, apo edhe me... Në të gjendje kështu vetëm me mua. Edhe me vllajën është sjellur shumë keq, e ka futur në punë që të vogël. I merrte lekët e nxirrte shiste paketa, sikur neve ishim një familje ordinare, babai im njëri me 3 fakultete. Por mirë, askush nuk e denoncoi nënën tënde që i nxirrte fëmijët për punë në moshë të mitur? Asnjë nuk ishte kusht të denonconte në ato deta. Unë po them 97 ka qenë shtetërimi në orën 7 do të ishin gjithë brenda. Ai më nxirrte në 2 të natës, me qenin e vogël për dorë, shkoja deri në Aldem Gjalla. Kecja në përtenda ma bëshi plumba. Të nxjerrësh një fëmijë në shtetërim, me gjithë atë luftë që ishte në 97, ta nxjerrësh në mes të natës. Me gjithë këtyre të zezave, unë ngela me banë me ishburin tim. Nuk e donte se donte, domethënë që më kthente prapë ai pari që isha. Sa vjeç ishte? Sa vjeç ishte? Isha 17 deri gjysmë. 17 vjeç ishte zën. E vogël ke qenë, shumë e vogël. E vogël isha, po ngela dhe doja, edhe burri donte fëmijët. E më ka ishur me zorë, më ka çuar me dhunë në klinikë, më kanë vdekur në atë çorat të park. Që unë i kam parasysh, domethënë edhe ato lëvizjet e fëmijës atëherë, trompike që pësova, isha si empirë. Me mori më shtodhin që të zezë, sodhin në shtëpi në balkon të natën dhe nuk e di se çfarë ka çuar aty. Sa muajshe ke qenë? 8 muajshe. Dhe ti abortove 8 muajshe? Po, dhe kam bërë në një klinikë private, e mbaj mend domethënë klinikën ku ka qenë bashkuar në kombinat, ka qenë një klinikë private. Aty dhe e mori në shtëpi mbulë me që tha domosdoshmë që mos e thuaj njeriu sa ajo quaj vrasje në atë kohë, domosdoshmë ma bën të ke materniteti jonë, i lagja. Po, ishte po. Materniteti tjetër, bravo, ke materniteti tjetër, pa ata nuk pranuan se thanë kjo është vrasje dhe ne nuk e bëjmë. Nuk e di nga gjeti një doktor privat që kishte këtë klinikën private dhe më ka bërë atje. Unë dhe kur të ngira me barë dhe gotë, se e kam të marrë tani, 26 vjetë. Deri vonë, edhe që jetoja në shtëpi me qërame, me izburin tim, edhe me izvjetin tim, asaj nuk i tregoja në fëmijë, që ta me parë se kisha për që mos ma ishte prapë. Elketa, po si vazhdoj jeta jote? Ndalemi pak, sepse ti u ndave nga i dashuri i parë, u lidhe me këtë të dytin, mbete 7 zën, u ndave edhe me këtë të dytin. Po, më të jam darë, ka ishëm kofa 6 vjeç. Nuk kam pas probleme, thjesht nuk na ishim dhe të lodhur, ke pas është ku një qift të shqiri dhe nuk e ndimojnë prindrit, kryohet ajo dhe më thënë për plasja, nuk kam pas një gjë me zhburin tim. Ata dhe më thënë për mua janë baba fëmijës tim, kam kaluar mirë, jam rritur me një lagje, nuk kam problem, paro asë një. Unë gjithë problemin që kam të me në nëntime. Po mirë, ti me... Jam 26 vjetë dhe unë jetoj për jashta. Edhe kam i qerë nga jashtë. Ka iku në Francë, kam bëllur derën dhe nuk më lejon të futa mu në shtëpi. I të shu Elketa, me të njëjtin burr, që mbete 7 zën dhe nën ato uqi fëmijën, me të njëjtin burr, ke lindur dhe fëmijë të tjerë? Po, pa tjetër. Po, çfarë ndodhi me jetën tënde? Në momentin që ti abortove, ti që jetove me nënën apo i kete burrin? Jo, më mbajti në shtëpi një muaj ajo. Se kishta hallin që mos të flisja unë për këtë që më bëri. Më mbajti si më të mira, pastaj më përzuri dhe më mori i zhvjeri. Ke shtëpia një shokut vetë që kishte ikur në Greqi dhe kemi ndonjë tako aty për ai u kthye pastaj. Unë me zhburin s'kishim ku të shkonin dhe kemi ndonjë 3 muaj në Taras. Pallatet e lagja. Derisa kanë bërë namin komshit, që çan ka fëmijë që i vini kështu në Taras. Më mori pastaj, nuk e di të gjyshja ime shkretë, gjyshës nuk e thoja do të gjithkohon, ka qenë tronditur vetëm për gjërave që më bënte në nëna dhe u bënte keq, u smurte për mua. Dhe nuk i pata thënë që isha në Taras, kur e mori vesh nëna me xhajen, më kanë mbajtur në shtëpi me gjithë burrin. Por, përpara se të vazhdosh dhe të ma tregosh çfarë ndodhi me jetën tënde dhe pse u divorcove me këtë burr. Po mirë, kur nëna ta abortoi fëmijën, burri jot si reagoi? Këtë nga ishte ti pata i vogël ka qenë edhe ai si impir. Të dy si kur e kishte udhur sërën. Sot që je 46 vjeç dhe je bërë nën, çfarë mendon ti? Pse nëna jote është sjellë në këtë lloj forme me ty?
e mendoj vetëm nga ajo mënyra që është vetur shumë keq se kanë qenë 10 fëmijë. Nëna vetë ka futur në punë që të vogël. 14 vjeç, jam të gjithë rrogën, shkonte me shapkën në mes të shiut të punë, herë të ngrënë, herë të pangrënë, dhe gjithë ato sjellje të keqe që. Edhe vlezët i ka pas çiksi të dhunshëm, dhe ka pas frika që e shtypu nga dhuna, dhe të gjitha të gjë që përjetoj në fëmijërinë e vet. Ajo e shfaqi kur erdhi në shtëpi ke babi, u bë e dhunshme, sepse kanë qenë njerëz me shkollë të mirë. Kanë qenë njerëz të urtë, të dashur, më kupton, këtë njerëz me kulturë, vinte zorti një gjë zori në plagje. Dhe i jepshin hapësira se i vinte keq edhe gjysha, se thoshte gjënase s'vitu keq që nëna vet dhe e mbante trajtonte mirë. Ajo shkalloi nga mirësia. Ku mësohet me dhunë një fëmijë, një njeri, e do dhunën deri në fund odet. E merr për dobësi shkollën dhe kulturën e dikujt. Pra, nëna juaj fatkeqësisht ishte rritur në një familje që ishte përdorur dhuna dhe të njëjtën gjë ajo bëri me fëmijët e saj. Njëjtën gjë po ashtu. Por në momentin që ti u martove me personin dhe sa fëmijë solle në jetë? Një vajzë kam vetëm, 26 vjeç. Ti vazhdove të jetoje me këtë person, me burrin tënd që ke një vajzë sot, me nënën tënde si kishe kontakte? Flisje? Ashtu i kam pas marrëdhënie, sa më shikonte që të bëhesha mirë, merresha për shembull në një lokal për ta punuar ose në një dyqan parukeri apo gjë. Sa më shikonte që të bëhesha mirë, më afrohej. Pas sa më shikonte që isha keq, më largohej. Por mirë, me nënën e kuptova marrëdhënien që më vjen keq që ka qenë kjo marrëdhënie nënë e bi, por me motrën dhe vllajin ti vetë si ke patur marrëdhëniet? Eri kam pas të njëra herë të këqija, me thonë të drejtën. Sepse ajo kishte xhelozi, u shkoja mirë me vllajin, dinte vllai kush më nga jashtë. Sa më shikonte mua që isha me vllajin, dijim të dy, pinim kafe, na që fillon të fuste ditat. Kishte të merr, domethënë më shikonte mua me vllajin tim duke qeshur, ose me motrën time. Edhe motra ime për shumë, herë rinte ke unë, rinte nga 1 muaj, nga 2 muaj, ke unë 3 muaj. Herë u zhdukte fare, ku shkonte në shtëpi ke kjo, kishte raste nuk po fliste fare. E dashur Alketa, por pse me motrën dhe vllajin këto marrëdhënie, mirë me nënën? Po sepse ato e kanë pasur si fobi, ajo i rritë ku ishin vejtë me zorë ujë. I mirë të ndru, të dy. Por sot që janë në moshë madhore, ti ke kontakte me motrën dhe vllaj? Nuk kam tani, kam kohë që nuk kam, me vllajin kam 5 vjetë, që në 2021. Nësa motrën me takova tani që vdiq babi me 2023, që erdhëm nga Franca. Nësa me vllajin asë për vdekjen e babit nuk kam folë, unë kam dënjë në hostel, kur më vdiq babi, erdha nga Italia, dhe janë në hostel, se s'kisha kurrija. Nuk më përmend as në shtëpi normale. Midis me dhe vllajt dhe motrës, që kjo ka qenë gjithmonë, domethënë largesa, largohu, kur ishin vegjël, e donim shumë me tjetrin, shkonim shumë mirë. Sidomos me vllajin, kam shkoja zakonisht mirë. Me nusën e vllajt, dhe vllai më kanë ndarë nga nusë, Afrika. Kasi derisa sa i ndau, kanë 4 vjet që janë ndarë, sa nusë vllai ka mund të përsosur. Ishtë nuk se vaj, edhe atë shmajnë rahat. Si a ke bërë në një pyetje motrës dhe vllajt, që pse nuk më doni? Nuk e kam bërë, dhe tas njerës e kam bërë, se sa ta sem të vegjë, janë të mëdhenjë. Ata e din shumë njështë që sjellë nëna ime me mua. Janë të mëdhenjë, sot janë nga 44 vjeç, nuk janë pak. Motra ime, ku s'ka pas ku të rri, me burrin e vet, nuk e mbante mamin në shtëpi. E kam mbajtur keti. Iku në Francë, e kam ndihmuar, i kam dhënë lek për të shkuar, jo borë, që kam falur. Ishte në fuje atje, unë i dërgoja njërën 2-3 ditë, njërën 4 ditë, e që katësi me lekët, e dërgonte motrës me Western Union. E kam kompletuar komplet shpinë drejt i kornizat e fotografive, me 10 euro kilja që bënte posta, imagjino tapete, tenxhere, tigana, luk, pyrin të gjitha. Po si ka mundësi që sot kjo motër që ti e ke ndihmuar nuk të do, nuk të respekton? Po të them para 4 vjet i thash po një email motrës, ishte se gotës time një email, i thash, sa i një për email jana, i thash në masë dhe shnjë mua, po 25 euro, më tha mua ngela keti dhe nuk, i thash, po si them më kur për asë që, 25 euro që unë kam bërë maksimumin, do më thëmë. Unë shpi me qëra, paguja qëra në vetë, drita uj vetë, dhe mbaja motrën time, me gjithë burin e motrës në shpi, Allah ta kese dhe burin e motrës e kam një shumë të mirë. Edhe jepsha dhe lek grepi. Ndalemi pak tek jeta jote. Çfarë ndodhi me martesën tënde? Pse u divorcove? Solle në jetë një vajzë dhe u ndave?
Po, të thash kiti, ajo lodhja që kishim pësuar të dy se nuk kishim mbështetje nga, përveç nga gjyshja ime, nga xhaja ime, dhe nga halla ime s'kemi pas mbështetje nga të tjerët. Vjera edhe njerë paguante kopshtin e gocës, më ndihmonte domethënë të kesa kopshtit gocës, ish vjera. Edhe ndonjëherë për qëra shtëpie, ndonjë gjë domethënë ku merrshim shtëpi. Por prap nuk kam qenë domethënë e lidhur me ish vjerën time, sepse të thash kiti historinë që bëri nëna ime. Kur unë kam qenë e vogël, ajo më mori natë dhe që atëre nuk u puqen me gjërat si duhet ishin. Sa vite qëndrove me burrin? Që jam da, po, që ka qenë gota 6 vjeç. Kam qenë 26 vjeç. Bashkë sa qëndruat, sa vite? Bashkë, kemi deri që kam qenë në 17 pak, deri 26. Po kështu kontaktet i mbanim neve si shok. Pinim kafe, merja me gocën, edhe nusën e ati, ja uleshim pinim kafe, më kupton këtë kam mbajtur në kontaktet të rivonu. Po, në momenti që u ndat, kush ishte motivi? Ishte ai që e kërkoi ndarjen apo ti? Jo, unë e kërkova me thënë drejtën. E kërkove ndarjen se e pe që nuk shkonte me asgjë. Po, ai nuk donte të ndante dhe unë nuk e ndava deri para 5 vjetëve, 2019 ka qenë, po. Para 6 vjetëve që u bëri vajzën me nusën tjetër, atëherë që ma kërkoi unë e dash. Po kur s'donte nuk i thash gjë. Domethënë deri në 2019 më figuroj e martuar me atë, me letra. Po isha e ndarë. Që ishe e ndarë. Në momentin që ti ike fizikisht nga i undave, more gocën, ku shkove? Goca rinte ke babi im. Unë flija në dyqan. Goca më mbante babi, i pak thënë atëherë që ka qenë e vogël vajza, i pak thënë mami tim do ta dorëzoj gjithë rrogun në shtëpi, edhe në i bakshish nxjerr, të gjitha do t'i jap, ty vetëm të paktën më merr gocën e vogël në shtëpi. Ajo e mori dhe i merr telefonatin tim, madh, thonë shpiti thoshte s'ka paguar këti për çerdën. I më thoshte të vllajt, më që ja jep shadon dhe merrte 3 çerdë për një muaj, 2 fuse, ke xhepi vetë një paguante kopshën e vajzës time. Ose çerdën e vajzës time. Domethënë e mori për të zhvatur fëmijën tim. Edhe tani ka kaq vjet. E merr, e fut në shtëpi, sa ka në hall në interes, mbaron hallin interesat dhe vetëm nxjerr fëmijën për jashtë. E afron, e largon fëmijën tim, të njëjtën gjë që ka bërë me mua. Po vetëm se fëmia ime është më e egër kështu, nuk është aq e butë sa kam zemrën unë. Unë shpirt e kam shumë të butë, dhe ajo ka përfituar gjithmonë nga kjo butësia ime. Keti, po sa vite qëndroi vajza tek nëna jote që ta mbajti? Po nga mosha 3 vjeç e gjysmë, deri në moshën 13 vjeç se unë isha në Francë, atje, thash po bëja letrat për vajzën. Vajza s'donte, po më kalonte në depresion, ose do hidhem nga kati 12 ose nuk më qonë Shqipëri. Dhe unë vendosa të vija. Kur unë vendosa të vija, këte ajo më thoshte mua mos hajde. Ka ime, si më mos vi. Pa vazhdo në pension, unë bëjnë një gjë për letrat, vllai dhe motra ishin atje. Po vllai dhe motra ishin të martuar në ato. Unë që s'kisha burr, donte me më shfrytzu për pensionin e vet. Unë kisha hallë fëmijës dhe po më kalonte fëmia në depresion. Ajo kishte hallë kur të dilte nga pension, të vinte ka unë të bënte letrat. Dhe më letitët dhe ka të 12 përste. Hajtë se gjej gjë. Si më se gjej gjë e se shonë, qarë thua më e thoja. Po s'po ta fëmijën, qa po dua ty për fëmijës tim. Unë s'jam ti o bajame i thoja. Edhe ka pas dhe një tip se bënte kështu si gëzojnë në lagje, e merr të vajzën për dore, e çonte te shkolla, se kisha shkollë private vajzën, e kishte hapur punës. Thotë ti tash shifse kështu gëzojnë, ama mbajna në shtëpi, tani para në 2021 babi prapë për ofitin. Se kam falemërime shumë me gjithë vajzën, me sa kemi hequr tikë nga dora. Tentoj të briste vetëm, kaloj një javë, në gjendje kome në tubim. Se i bën të presion, kjo e thoshtë në gjire vajzën për mua për jashtë. Kësë babi, ku ka ishën njërë vajza, në kam bajtu me drekat, me darkat, me ilaqet, me gjitha që kemi dashur. Si të në gjire vajzën për jashtë, e thoshtë babi. O mua, ato i bëri divorcin babit. Babi kaloj në depresion për ofitin. Po pse prindit? Dhe nga dytë e njërë ka për ofitin, kam që 20 vjetë, kam që me barë me gocën. Kjo ishte era e dytë. Prindrit e tu divorcuan në moshë madhore? Bravo. Vetëm për atë që ai dasëm se të nxirte mua nga shtëpia. E kërcënonte babën në një farë mënyrë, po ai i shkreti ishte pensionist. Se kur ishte në punë mirë babi, e mbante afër se e xvaste. Doli në pension, njëri i ndershëm, gjithë jetën ka punuar në punë të mirë, ka vdekur me dhomë me kuzhinë. E me 300.000 lekë të pensionit në arë, ka shiri ndershëm ka qenë. Bëri vetë vrasje baba juaj, apo vdiq? Jo, pastaj vdiq me kancer, nga stres, nga sikleti, i shpit kancer, jodet. Se shpëtoj, dhe më thënë ku për ofitin.
Po mas 2 vjetësh dishta se është shfaq kancer. E kisha marrë komplet gjithë trupin kancer, ja e linte pa ngrënë pa piraj me 2 byreqe, ishte gjithë ditën. I lante rrobat vetëm me dorë. E llogaritë të më thënë që ai hoqi nga mizerabli ku ishte, nga bajta, nga luça, se ku s'kishin buktanin, e futi në shkollë, se ishte me 8 vjeçare, e mori e futi në shkollë, e hoqi nga kombinati tekstile, e futi në çerdhe, sa bëri dhe shkollën e infermerisë, e futi në dispanseri infermiere, një të pa shkollë, e mori e shkolloi, e bëri njëri. Dhe ajo jashtë përbleu abësim, shkueqoj, në dhe para kohë, jashtë shfifi kancerin nga siketi. E hante të gjallë. Alkita, Babajnë tim të gjallë. por çfarë ndodhi kur ti u ktheve nga Franca me vajzën? Ora shtëpi me qëra, ndonjë ca ditë, ca kohë hotel, një 3 javë, domethënë sa gjeta një shtëpi me qëra, sa jetova në shtëpi me qëra, nuk më linte rato deta. Më vinte, më bënte presion. Se u ktheve, ma e mendja do të bëj unë ty, do të bëj që të bëhesh pishman që të ardhëm, thoshte mua. Do të bëj të më të zeza, thoshte që ke. Që kishin kaluar shumë kohë u smur nga zemra. E kam çuar këtë në Shkup, kam bërë vizitën e zemrës, i vura konorare. E çuar prapë si vazhdoi konorarja, 3 herë kam çuar në Shkup. Me gjitha lekët e mia e operova. Dua makinë, se si jap do të Twingos, thoshte se dua me timon hidraulik, nuk e dua mekanik, se çanga thonë nga ajo që kam vënë konorarja në zemër, ja bleva dhe makinën. Ja bleu vllai në Francë, po lekët ja dha shumë. Dhe ajo thoshte, më ka bler Niku, zoj, nuk quhet më ka bler ai sa ka zgjedhur, më ka bler quhet ai sa paguan, apo jo, deta. Pra, ti Kush quhet më ka bler? Ti po tregon që ke bërë gjithçka për nënën tënde, por nuk e ke pasur Gjithçka e kam bërë. Gjithçka dhe unë thyva këmbën thyva Keti, me aksident në makinë, për të më çuar që të operoja këmbën, më ka marrë 5.000 lekë në benzinës së makinës se ai kisha bler, kishte shumë. Pidi 5.000 lekë ta çoj me të operu. Ja, për kokë bajzës. Por E llogaritë këtë. tani unë nuk kam dëgjuar një nën të veproj kështu me fëmijët. Më çudit, me thënë të drejtën, sepse si Dhe kur e kam thuar që kam operuar, më ka thënë atëherë, që sa rrë si sot. Më kapi dyja dua, durët e mia me durët e veta, kështu më tha mua, të lutem, bëja mami ta vallë gjithë çia që kam bërë. Se si dieta, hy me kontenija, tha dhe nuk dal fare për në operacion. Tash Allah i ke gjitha, ai thash, s'ka gjë, tash. Se ti do ish në këmbë të tua, do dalesh në këmbë të tua. As 3 ditë se mbajti ata Allahllin. Filloi historia prapë të sliqet nga e para me mua. Sa nuk kam më fuqi, e kupton që jam aq e vramë. Sa nuk kam më fuqi, nuk dua ta shoh kështu. Të zgarraditur në tokë, nuk kam. 2019 unë rash bënda në Burg. Më ndodhi ajo historia atëre me nipin e Rexheprajës. Dhe kjo tashi, edhe një herë më ke spitalet. Pse në Burg? Unë isha e mërzitur, nëse histori gjona kisha po dilja nga spitali, ai që tu shtyp në makinë, unë i thashë tu bo djali tash që na shtyp, ai më kthye keq, unë nuk theva keq, u zum, u karamum, gjujt një herë shumë me grushtan kokë. Dhe kjo tani, nona ime, e mori vesh dhe erdhi më taku mu. Tha mu tha, ata janë familje me lekë, denoncoj, ti marrësh lekët, edhe unë jam të bën so grua, ai thash kam një fëmijë, tash unë ata njerëz në pushtet, nuk bëj gjë të keq fëmijës tim, çfarë më duhet mua gjoba, ai thash, unë jam njëri tash jam mësuar për çfarë njerëzit tash. I po ndodhi çfarë ndodhi aty. Kjo vazhdonte në për Facebook, në për Instagram, kjo me presione me gjona, ato nga frivanit marrin brenda mua 6 si po patent. Po patent çarën para 2 vjetësh. Bëra 3 ditë në patentës e dola. Po, ty të dënuan për çfarë? Për çfarë të dënuan ty? Por gjasë pa patent, që kishte ndodhur 2 vjet që kishte kapur mua patent. Më bën ti ke qenë pa patent, bëra 3 ditë dhe dola. Për këtë ngjarje. Me sa u dënuan? Me historinë e këtij më dha 1 vit e 2 muaj mua. Po më kapi amnestia, pastaj dola për 6 muaj e gjysmë. Pse ke bërë 6 muaj? Po i bëra 6 muaj e gjysmë i bëra. Edhe kjo, nona ime, ai që jetoja unë përpara, i sillte 80.000 lekë në ditë kur isha unë në Burg. Kjo vinte ja për javë muajin e parë sa sillte ai lekët. Si duket ai u trëmba u të roqë nga unë fare, dhe nuk i çem edhe kësaj lekë. Kjo një të marrë lekët, e mia vinte një herë javë, një herë javë 100.000 lekë ushqime më sillte. 400.000 lekë. Ai sillte 80.000 lekë për ditë. Mori lekët e për ditë në Francë. Smerte asnjë ditë në Burg. E përzuri burri motrës, për nusën e vllajt se ju bëri rromuja ne aty në. E sollën në Shqipëri, e postuan që janar në Shqipëri. E nuk më erdhi asnjë ditë më dhënjente, më thoshte mua jam në Francë akoma. Jam në Francë, nga ardhur vetëm ditën që kam dalur unë, dhe rrinte larg, jo ta thojë që deja që të më ndihmonte për çantat. Nga babi shkret më ka ndihmuar për çantat që ti fusja në bagazh të makinës.
Imagjine, i merr fëmijës tek të burgut, që mi dërgon të tjetri për të mi sjellë kjo ushqime, kjo kërciti dhe i kun Francë. Mori deri 4 herë, mori 50 lekë me ushduk. Shita, më duket sikur shumë probleme ka pasur familja juaj dhe ti vetë shumë probleme. Në momentin Sa herë kam vendosur që të flas Odet, po nuk kam pasur një mundësi ose si thua diçka që në një më vitë të zorë për vajzës, nga që kam të rritur e njofin të gjithë, e kam një fik për sosur, për zotin. E kam e vërtet një fik për sosur. Bravo, më vjen një që vajza të ka bërë krenare dhe është vajzë e rregull. E kam e vërtet shumë të mirë. Gjithë njërat që kam bërja, zotja të mi ka çuar ke fëmijë. Por kur ti ishe në burg, qa viti e ke kryer dënimin? 2019-2020 ndola. 2019 dhe të kapi amnistia që dole, në vjetor besoj, të 2019. Po vajza jote ku vinte? Vajza më vinte ja për javë mua. Jo, vajza më vinte ja për javë, nëse të ushqime të gjitha. Ku jetonte vajza? Me kë jetonte? Rinte ke shtëpia e babait tim dhe nënës time. Ke shtëpia jonë. Te shtëpia jonë. Ato ikën në Francë. Po, ikën në Francë, pastaj u kthye dhe i thoshte vajzës që mos i thuaj mamës që kam ardhur. Unë e mora vesh, normalisht më thanë dhe kom shtiet. Por besoj që ato 6 muajt burgut kanë qenë të merë për ty izolimi. Jo, fare, absolutisht, biles ajo me erdhi, ku me erdhi në parë, tha mua. Për ty, ka qenë të merë izolimi? Jo, për mua jo. Nuk e kam probleme, unë për mua gjithmonë ka qenë e rëndësishme që njeriu të jetë mirë me shëndet. Nuk kam pasur të bëj të kaluar shumë mirë atje. Ajo është burg, mamë tërëm burgut. Ty po të dëgjoj për herë të parë që thua jo isha shumë mirë në burg. Po më çudi. Se shpërçesh. Burgu është i frikshëm. Nuk të them dot, do me të anku kot. Alkita. Me vërtet që nuk kam kaluar frikshëm. Burgu është i frikshëm. Fjala burg të trëmbë. O dhe kam kaluar ai shumë gjëra në jetë nga shpirti që du ta mbërë fëmijën jo ta. Ti bëra të gjëra sa mua këto gjëra në duar të vogla, sa ti nuk e ke. E dashur Alketa, por kur dole nga burgu si vazhdoi jeta jote? Ti kishe një partner? Ishe shkova në shtëpi. Po. Ndoja pak në shtëpi. Pastaj dola në shtëpi me qera, se nuk donte nëna ime, dola në shtëpi me qera me një dy shoqet e vajzës. Dhe ndojëm në shtëpi me qera. Pastaj ika në Kosovë, punova një 2-3 muaj atje, si parukera. Po. Po nuk mund të rria do të më tepër, më kupton kitë dhe u ktheva. Unë u ktheva, të dhe papi historia me para, të dhe papi tuki po presione, gjëna. Dhe unë pandaj të rrishisha gjithmonë, sa më vinte keqe dhe për papi. Të dhe paktën, si toj që i qetë ky shkreti. Se gjithë jetën ajo ka mbytur dhe. Sprapsesha unë, që mos ta ngacmon të ajo atë. Dhe të rresha i kja nga shtëpia. Këtë kjo punë ka qenë për herë më neve. Dhe ajo i thoshte njerëzve, pi alkool ajo. Normalisht, tash si gjithë rritët kemi pi alkool të dhe thonë së më hoj. Po ajo më thoshte mu drogagjie, gjë që unë, ma pasën që 15 vjeqe, drogagjie, janet, se qasë thoshte. Unë nuk e dje që ishte droga për shpërt babit. Unë dhe alkool kam pjenë moshë 24 vjeqë. Kam pjenë madhe, e pjekur. Ishim dedu streset, gjonat, hajtë pia ne i gotë në shpishnin, kum shamenjen. Rria në përshpite shoqeve, në përshpite shokve, në dyqan, shpim kjeqëra, shqitje për kështu, ki gjyshja, ke halla, ke gjaja. Gjithë kohë, me trasta në kurin. Po të duash të cekit i video, dhe tani që erdha, kur u ktheva, i kam pasur valigjet, natën që kam ardhur, unë kam pjetën në shkallë, se i mora bagazhet i qaja në shpi, ajo kishte kërcitur, kishte ikur. Dhe s'kisha kur shkoja në ato orë, një 2 ditë që kisha bërë rrugën, kisha uthuar. Po dhe një natë kam ndonjë kështu në shkallë, kam pjetur aty. Dhe nesën pasaj mora bagazhet dhe rratë të dyqan e vajzës. E dashur Alketa, po kam 10 ditë që fli në lavates. A fliet në lavates o zemër? Jam 26 vjeç, më dhe mi mbrinjë. Pse nëna nuk do të në shtëpi? Ja bëja plazhet nga maj deri në fund të shtatorit. Ajo më lë mua rrugëve, ka gjithë jetën që më lë rrugëve. Kur kisha lek më afronte, ngilesha pa lek më shtynte me këmbë. Pse ashtu shpia? E dashur Alketa, dua të bëj një pyetje. Kjo marrëdhënia jote me nënën më duket absurde. E ke menduar ndonjëherë se ndoshta e ke ti gabimin që ajo të ka vënë një kufi, të ka zënë derën?
Se një nën të bëj kështu me Nuk kam të kem gabim fare se edhe fëmijë 15 vjeç gabimi ka ode. Ti ke fëmijë vetë, mund ta nxjerrësh fëmijë 15 vjeç në rrugë. Jo, është absurd. Aq më tepër që unë, aq më tepër që jam rritur nga një gjyshi im ka qenë në drejtori anë të kulturës, gjyshja ime ka qenë shef i kuadrë në balet, tash keti. Halla ka qenë mësues në shkollë baletit, Xhaja po ashtu, kam qenë gjithë jetën e çeta lavdërim deri në klasë 5. Më mori kjo në shtëpi, më çoroditi rast nga mësimet, që në vit parash nga mësimet keti. Jo, por sot je në moshë madhore, je 46 vjeç. Po. Fundja, nëna nuk të do në shtëpi, ti vazhdo jetën tënde. Përballoj jetën tënde vetë, mos prit më nga nëna, kur ajo të ka përzën. Nuk prit nga nëna, unë kam pjesën time aty në shtëpi, unë dua më takon të rri dhe unë në shtëpi. Se vllajt e motra kur vika nga jashtë rri në shtëpi, dhe unë nuk kam të drejtë të rri në shtëpi. Kush është arsyeja? Ti kërkon pjesën tënde. Ja është e bashkët, po. Mirë që kam gjithë jetën që nuk e kam gëzuar atë shtëpi. Paktën tani në këtë moshë, ose më i thash, nuk do. Më jep pjesën që më takon mua, lekët e mia. Dhe u jap firmën, mbajeni. Jo pas vdekjes time ti mund të rrosh 100 vjeç, unë 70 vjeç nuk do rri rrugëve për jetën. Se kur kisha lek më zhvati, më ropi, më piu gjaku me pip. Dhe mua dhe ti babës time dhe vllajt tim me pip e ka pi gjaku. Shte krevat masazhi tash 500 euro. Nëse vllajt tim shkonte mes të borës në këmbë, punonte 3 punë, mbante lante presht e azileve, ikte në këmbë punë ajo, në shtëpi bonte masazh në shtëpi me krevat masazhi. Derisa më detyroi nusën ta lindë vllajin fare. Por sot që ti ke ardhur në Shqipëri dhe derën e ke gjetur të shtëpisë e ke gjetur kyçur. E ke telefonuar nënën? E telefonova, jo, më falë, se të gënjeva, nuk e telefonova, se nuk i tham numër, nuk kisha nga ta merja. Dhe mora njëri nga ta që hapi dyert. Kishte marrë komshien, nuk më merr mua në telefon të kërkoj numrin tim, ku kisha lek, ma gjente numrin mua, dhe ku mërzitesha ma të që ndroja në njërë numrin, ma gjente numrin me vrap. Po kishte marrë komshien në telefon, mos bëj komshia me telefon dona se do të fol bajamja. A ka logjik jo kështu? Ta mu tha mos ta hap derën, ta mu tha se tras policin. Ore ti di tash që s'kam fryt pas punit tash. Po s'do me I bodon burrit huaj tash, unë kom pjesën time të huaj tash, duhet të fusun ty në burgë tash. Duhet çoj unë ty denoncoj tash, që gjithë jetën që më rrugë tash. E që edhe vrasës e fëmijës time tash. Ti e meriton tash me ta emru policinit tash. Jo muaj tash, unë se kam ardhur në drejt shtëpisë time. Dhe çfarë të tha? Jo, ka mos hap derën, nuk ka hap paketi, mora bagazhet, erdha këtu. Nuk e bëra për frikë, më kupton? Po nuk kam qef, bollë se jemi bërë, si, nerv, nuk kam nerva të merre me atë njeri, e kupton? Më ka lodhën deri në atë fiksa nuk më mban më shpirt, s'kam sa të them më. Nuk kam sa të them më. Me sa po kupton unë është që ti kërkon pjesën tënde të asaj shtëpie dhe nëna nuk ta jep. Që I po me zemrën tua. Si se ka vllai dhe motra e kam dhënë. Ato të unë nuk edhe një fëmijë ta birësosh, ke detyrime me atë fëmijë të birësuar. Jo një fëmijë që e ke bërë vet. I bie që ti drejtohesh. Unë një kafsh marrë dhe kam përgjegjësi me motor. Dua ta mbaj siç duhet, një qen apo një mace. Jo fëmijën ti, që 15 vjeç hidhe prej çfarë më mori nga gjyshja ime, që të zhvaste gjyshën e pa që të zhvaste gjyshën. Edhe më torturoi mama, më ka nxjerr jetën, më ka bërë gjys njeriu. Po linda isha më mirë ke gjyshja ime ke Xhaja im. Më ka mbajtur nuse Xhaja, se një Xhaja në punë të dorës më kanë mbajtur. Se më mori, që të zhvaste gjyshën. Ti kërkon të lek gjyshës, si ti kërkoj unë tash lek nënës time ose vjetës time për fëmijën tim. Ato dhe nëse I bëjnë çokoladët e faleminderit. Se si ka kon asnjë gjë, ka prindit detyrime për fëmijën, nuk ka gjyshja dhe Xhaxhai dhe halla. Dhe prapë më kanë mbajtur me të gjitha, s'm ka munguar asgjë beta. Ka gjyshja dhe nga Xhaxhai, një palmbasje si më e nga nëna ime. Edhe një palpuç që më dha një herë, që më pëlqyen. Mua mi ka shitur 90.000 lekë, sa që kishte bler, kishte 6 muaj që mbante. 90.000 lekë. Ja mora nënës lekët dhe tash në nga, po që në vja për 90.000 lekë tash se më pëlqeni palpuç bajomës. Po kishe nëna pa mi dha. Ja çoj kësaj në shtëpi, kjo kishte marrë kapucët, I kishte çuar poshtë ustaj, I kishte sharru takat. Edhe më jep mua kapucët e sharrume, pasi kishte marrë lekët, urdhëfën. Se më tha I kam shku, dhe ustaj me I vën gomë. Po konte, vetëm nga I nati, se më rinin bukur dhe unë isha e vogël, dhe rria një në majtë takave, sa I një të I nati nuk ecë dhe do të vetë me taka. Shkoj I sharroj dhe një shiti 90.000 lekë sa I kishte bler.
6 muaj të përdorura. Edhe alash aty tash meri, tash më këse lekët të tash, as lekët nuk mirë. Qa më as putët e lash aty. Alketa, ti nuk ke asë lloj dashurie për atë nëne, vetëm urrejtje në sa Nuk kam më, e dita kam dashur, dita kam dashur deri vonë kam dashur shumë, nuk kam më se më ka lodhur. Më ka lodhur dhe diplomën e parukerisë ma ka marrë, e ka falsifikuar ata motrës atëre me vete kur i motra në Francë. Tha mua lore këtu në shtëpi se me që jeton si me qëra më të humbi, ma mori ma të shikoj ata motrës. Unë vetëm me të gjitha kisha bërë atëre, kisha fitur brenda atë. Si falsifikon që dokumentat? Unë kam me firmë nga italianët atë. E nga zysha ime, nga shaqja. Po më shokon, me gjithë që po dëgjoj, mes marrëdhënies tënde me nënën në ndër vite. Alketa, ajo që po kuptoj unë ti kërkon pjesën tënde të shtëpisë që i bie logjikisht të drejtohesh gjykatës dhe të marrësh atë pjesë që ty të takon. Nëse nëna nuk ta jep. Duan të drejtën e fëmijës tim. Ku ma ka quar? Të kush ma vrau? Ku ma qoj? Se unë nuk di ku kam varë në fëmijës tim. A e ka shitur fare për eksperiment, sa shumë tha atere, që të paktën nxjerr me i leksa. Si do të dërës i leksa fëmijën tim? Mi që ma vrave. Pas më ma barros? Nëna juaj aktualisht jeton në Francë. Shkon edhe vjen atje, se nuk jeton atje, se ka bërë letrat akoma. Rinë nga 3 muaj i ikën vjen. Disa ju do të dëgjonte, çfarë do i thuash nënës tënde? Kam një mesazh për t'i përcjellë, mesazhi im është domethënë një që s'më ka ndihmuar, më ka ngacmuar gjithë jetën. Faktën të më lëri rehat tani. Më ka nxjerrë jetën, nuk di çfarë mesazhi më ndali për atë mua. Ky ishte faktën të më lëri rehat jetën time në këto vite që kam, që shikoj si njëri. Se më ka përdorur të jetën si monstër. Më vjen shumë keq me këtë histori që dëgjova Alketa. Të uroj fat, uroj që nëna juaj të më kontaktoj, nëse ajo do më kontaktoj dhe kërkon që të reagoj, unë do të njoftoj me njëherë. Kështu që të përshëndes. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që zëri juaj të dëgjohet. Keni një rast që doni ta denonconi, keni një eksperiencë të bukur që doni ta ndani, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube ku çdo paradite live ora 10 më keni me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.